Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Partia Demokratike zhvillon protestë përpara kryeministrisë kundër mbylljes së TikTok, qindra efektiv në terren për mbarvajtjen e tubimit. Kryeministri Rama prezanton në një podcast maraton kandidatët e ekipit PS 2030 kërkon votën e shqiptarëve për anëtarësimin në Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo është shënon 17 vjetorin e tragjedisë së Gërdecit me 26 të vrarë dhe mbi 300 të plagosur. Familjarët e viktimave vijojnë betejën për drejtësi. Vjojmë gjërësisht, Partia Demokratike po zhvillon protest përpara kryeministrisë duke kundërshtuar vendimin e qeverisë për mbylljen e platformës sociale TikTok për një periudhë njëvjeçare. Forumi rinor i Partisë Demokratike, i cili ka thirrur tubimin, nisi marshimin nga Selia drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, ku ju bashkua edhe kryetari Sali Berisha. Deri në këtë momente, protesta e cila ka nisur që prej orës 19 nuk ka shënuar asnjë incident. Në një podcast maraton, kryeministri Edi Rama bëri prezantimin e kandidatëve për deputet, pjesë e skuadrës PS 2030. Rama kërkoi që në 11 maj të votohet Partia Socialiste, pasi kjo sipas tij është vetmja mundësi që shqiptarët të marrin pasaportën e Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama zgjodhi podcastin e tij për të prezantuar kandidatët për deputet Partisë Socialiste e figurat e reja, me të cilat synon të kërkojë mandatin e 4 në 11 maj. Së bashku me ekipin e kandidatëve për deputet, Rama deklaroi se premtimi kryesor i socialistëve në këtë betejë elektorale e programi i tyre është anëtarësimi në BE në vitin 2030. Ne mund t'i sigurojmë çdo shqiptar e shqiptare pasaportën europiane të Shqipërisë 2030. Kjo pasaport duhet të ndryshojë. Dhe në këtë pasaport duhet shtohet diçka themelore. Bashkimi Evropian, Republika e Shqipërisë. European Union, Republic of Albania. Për t'ju dhënë pasaportën e BE-s, na duhet jo thjesht një mandat i 4, po një mandat më i fortë se të treja mandatet e deri sot. Në fillimin e kësaj fushate elektorale, kryesocialisti Rama shpjegoi edhe përfitimet që vendi do të ketë në momentin që anëtarësohet në Bashkimin Evropian. Pasaporta europiane e shqiptarëve nuk është vetëm liri hyrje në çdo kufi të BE-s, nga një korridor pa radhë, në çdo aeroport, në çdo port, në çdo dogan toksore, po është dhe liri qëndrimi brenda kufive të Bashkimit Evropian. Me pasaportën e BE-s, Europa bëhet e vogël sa Shqipëria. Dhe Shqipëria bëhet e madhe sa Europa. Ndërsa prezantoi kandidatët qark pas qarku, Rama ironizoi kandidatët e Partisë Demokratike, duke u ndalur tek ai i Lezhës, Gjin Gjoni. Në një bashkëbisedim online me qytetarët, lideri demokrat Berisha tha se Edi Rama i mbushi listat me njerëz që kanë dosje në SPAK. Sipas tij, kandidatë janë edhe patronazhistët që punojnë vetëm për të mbajtur Ramën në pushtet. Kryetari i PD Sali Berisha sulmoi sërish listat e hartuara nga Partia Socialiste me kandidatët për deputet për garën e 11 majit. Kemi të bëjmë me përfaqësues të shëmtuar të bandave më kriminale të vendit. Ministra që kanë vjedhur miliarda euro. Grupi tjetër është grupi i patronazhistëve famzi, të cilët nuk kanë ligj as moral, mercenar të vërtet. Sali Berisha është i bindur se më 11 maj, fitoria do t'i takojë opozitës dhe Partia Demokratike do të rikthehet në pushtet. Unë jam i bindur që 11 maj do t'jetë një fitore e thellë e koalicionit për Shqipërinë madhështore. Kudo që shkoj, ka një entuziazëm të madh të qytetarët që nuk kam ndjerë ndonjëherë më parë.
aleatët tanë të marrë së bashku pa Partinë Demokratike përfaqësojnë 26% të zgjedhësve të Shqipërisë me vota sipas librave elektorale. Pasi PD-ja të jetë në mazhorancë, Berisha premtoi gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët rritjen e pagës minimale, mbështetje për sektorin e bujqësisë dhe heqjen e pagesave për kalimin në rrugët e vendit. Kjo shtunë shënoi 17 vjetorin e tragjedisë së Gërdecit. Nga shpërthimi i fortë në ish punishte në demontimit të municioneve, humbën jetën 26 persona e u plagosën qindra të tjerë. Në 15 marsin e vitit 2008, në orën 12:10 pa kilometra larg Tiranës, në fabrikën e demontimit municioneve në Gërdec, një shpërthim i fuqishëm shkaktoi një prej tragjedive më të rënda të dekadave të fundit. 26 qytetarë mbetën të vrarë, 300 u plagosën si pasojë e shpërthimit masiv në ambientet e ish brigadës së tankeve në fshatin Gërdec, ku ushtronte aktivitetin e demontimit të municioneve luftarake shoqëria Alba Demil. Sipas vlerësimeve të prokurorisë së kohë, dëmi financiar që u shkaktua nga ky shpërthim kapi vlerën e 2.2 miliard lekëve. Saga e tragjedisë Gërdecit dhe përpjekjet e familjarëve për zbardhur të vërtetën e saj vazhdojnë në dyert e gjykatave edhe sot pas 17 vitesh. Në përfundim të hetimeve për shpërthimin Gërdec, prokuroria e përgjithshme ngriti akuzë për 28 persona, duke kërkuar 3 burgime të përjetshme për Ylli Pinarin, Mihal Deli Orgjin e Dritan Minxollin, për akuzën në vrasjen në rrethana cilësuese për 26 persona. Por gjykata e shkallës parë i rrëzoi akuzat për vrasjen në rrethana cilësuese. E dënimi më i lartë u dha për Ylli Pinarin, drejtorin e Mekos, dhe Dritan Minxollin, administratorin e kompanisë së demontimit të armëve, të cilët u dënuar me 18 vite burgim. Gjykata vendosi dënimin me 10 vite burg për Mihal Deli Orgjin e 6 vite burg për ish shefin e shtabit përgjithshëm të ushtrisë Luan Hoxha. Në vitin 2013, gjykata e apelit i lehtësoi dënimet për të pandehurit e tragjedisë Gërdecit. Në marsin e vitit 2014, të gjithë të dënuarit për tragjedinë e Gërdecit kishin përfunduar dënimet të dhëna nga gjykata e ishin të lirë. Në vitin 2021, dosja e Gërdecit u rihap e gjykata e posaçme po shqyrton përgjegjësinë e ish ministrit të mbrojtjes së asaj kohe, Fatmir Mediu, në këtë çështje. Edhe këtë vit, familjarët e viktimave të Gërdecit vendosën lule dhe kujtuan të afërmit e tyre që humbën jetën. Ata përsëritën thirrjen për drejtësi, duke thënë se shkaktarët e tragjedisë ende nuk janë dëshkuar. Me lule në duar dhe lot në sy, familjarët e viktimave të tragjedisë së Gërdecit u mblodhën për të kujtuar të afërmit që humbën jetën në ngjarjen tragjike. Si çdo 15 mars, ata vizituan memorialin e ndërtuar në Gërdec, ku vendosën lule. Ferizan Durda, i cili humbi djalin 6 vjeç në shpërthimin tragjik, thotë se drejtësia ende nuk është vendosur. Drejtësi, ata që kemi kërkuar që ditën e parë. Vetëm drejtësi. Jo ofendime. Jemi ngopur boll, na kanë vrarë shumë herë. Përveç 15 marsit jemi vrarë shumë herë. Më tepër se sa ajo që ndodh. Kërkojmë drejtësi. Ne kërkojmë që seancat të bëhen rregullisht. Ato zgjasin pafund. Vajti 2 vjet që jemi në atë proces dhe asgjë nuk shohim. Nuk po shohim dritë në fund tunelit. Ai e kujton tragjedinë e Gërdecit si ngjarjen më të trisht të jetës së tij, ndërsa përveç djalit ai ka humbur dhe 2 pjesëtar të tjerë të familjes. Kam humbur djalin, kunatën dhe vjerin, djali i vogël. 6 vjeç, ishte në klasë parë. Doli plotër me bicikletë, qefin e vet, në ëndrat e veta. Nuk di çfarë. Me shkatruar jeta çdo gjë, shkatruar. 15 marsi do të kujtohet gjithmonë si një ditë zije për familjarët e viktimave që la pas shpërthimi fuqishëm i fabrikës së demontimit të municioneve në Gërdec. Dy shqiptarë që ishin pjesë e listës së 100 personave më të kërkuar në Itali u arrestuan këtë shtunë nga policia e shtetit në bashkëpunim me autoritetet italiane. Andon Sina, 51 vjeç, dhe Niko Sina, 48 vjeç, kushërinj me njëri tjetrin, u kapën në fshatin rreth Kal të Dibrës. Ata akuzohen se në vitin 1999 kanë vrarë një shqiptar në Itali dhe kanë plagosur rënd një tjetër, që për asaj kohe, sipas policisë, ata janë arratisur nga Italia dhe fshiheshin në Dibër, ku përdornin një identitet tjetër.
Një tjetër banes që shërbente për përgatitjen dhe shitjen e lëndës narkotike është zbuluar në Tiranë nga policia. Komisariati nr. 6 në kryeqytet ka arrestuar një 30 vjeçar i cili dyshohet se është personi që bënte gati lëndën narkotike. Sipas së dhënave, Sergio Rama e kishte kthyer banesën e tij në një hapësirë për përgatitjen e kanabisit dhe më pas e shiste te klientë të ndryshëm. Gjatë operacionit është sekuestruar mbi 1 kilogram kanabis, kokainë, një peshore si dhe sende të tjera. Ndërkohë Blut po punojnë për identifikimin e personave të tjerë të lidhur me të arrestuarit të përfshirë në shitjen e kanabisit. Mjekë dermatolog tërheqin vëmendjen për sëmundjen e ekzemës, e cila po një përhapje në të gjitha moshat. Problemet me lëkurën vijnë kryesisht si pasojë e ekspozimit në temperatura ekstreme dhe sidomos nga një dietë e varfër ushqimore. Ekzema është një nga sëmundjet më të përhapura të lëkurës, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën. Sipas mjekëve specialistë, afërsisht 30% të gjithave vizitave dermatologjike rezultojnë me diagnozën e ekzemës, por cilët janë disa nga faktorët të cilët ndikojnë në shfaqjen e kësaj sëmundjeje. Shkaqet nga më të ndryshme. Një arsye për shembull janë gjenet e çdo personi, pra gjenetika. Në përgjithësi, pacientët që kanë familjar me ekzem presupozohet që gjetësit e tyre mund të bëjnë episode ekzeme. Një shkak tjetër janë ndryshimet klimaterike. I ftohti i madh ose i nxehti i madh ndikojnë tek tharja e lëkurës. Shkaqet e tjera janë alergenë të ndryshëm, irrituesit të ndryshëm, dieta ushqimore, prishja e barierës së lëkurës, vetë sistemi imunitar ose sëmundjet e brendshme, që mund të jenë tiroidja e të tjera, që thajnë lëkurën dhe predispozojnë për shfaqjen e ekzemës. Mjekët thonë se ajo nuk është ngjitse, ndërsa japin disa këshilla për parandalimin e saj. Jo, ekzema nuk është ngjitse. Ajo që duhet kemi parasysh neve është që duhet mbajtur në kontroll lëkura me pjesën e emolientëve dhe zbutësve. Pra sa më shumë e hidratojmë lëkurën, zbutet lëkura, aq më pak neve do kemi nevojë pastaj që të fillojmë mjekime trajtuese. Ushqimi i shëndetshëm i pasur me minerale, vitamina, antioksidantë është ushqimi që ndihmon në jo në trajtimin, por në mos shfaqjen e ekzemës ose riakutizimin e saj. Kurse ushqimet që janë të dëmshme, le të themi fast foodet, ushqimet me indeks glicemik të lartë, ushqimet të gazuarat, pijet me sheqer dhe të tjera sigurisht që ndikojnë në përkeqësimin në tharjen e lëkurës. Ekzema është një gjendje kronike që karakterizohet nga një lëkurë e thatë e inflamuar që mund të skuqet dhe të infektohet. Ktu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.